Kryeministri Edi Rama në episodin e radhës të podcastit të tij Flasim, ka folur për hapjen e grup kapitullit të fundit të negociatave të Shqipërisë për antarësimin e saj në BE. Rama tha se ky moment është historik, pasi në një kohë rekord janë hapur të gjithë kapitujt e negociatave. Një moment absolutisht i shumëpritur, por edhe historik në kuptimin që me këtë grup kapitull hapen përfundimisht të gjithë kapitujt e negociatave në një kohë rekord prej 12 muajsh, një shpejtësi unike në procesin e të gjitha integrimeve të mëparshme europiane. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitujve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitujve. Rama foli edhe për mbledhjen e parë ndërqeveritare Shqipëri-Itali, ku u materializuan 16 marrëveshje të reja. Këtë javë kemi pasur edhe mbledhjen e parë mes dy qeverive të Shqipërisë dhe Italisë në historinë tonë, një ditë absolutisht e veçantë në të gjithë historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të vendit tonë, në një Shqipëri dhe për një Shqipëri që sot gjendet në një stad si kur më parë për sa i përket dinjitetit dhe respektit ndërkombëtar. Mbledhja e përbashkët, një format i mirënjohur për publikun shqiptar, fal mbledhjeve të përbashkëta mes qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës apo të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, ishte një moment shumë i rëndësishëm i thellimit të bashkëpunimit strategjik me Italinë, ku u materializuan 16 marrëveshje të reja, të cilat janë të lidhura me një volum të konsiderueshëm financimesh, projektesh dhe punësh të përbashkëta. Mëtej kryesocialisti foli edhe për projektin OSHE Charge, të cilin e cilsoi si një hap pozitiv drejt së ardhmes. Këtë javë u prezantua edhe projekti më i ri kombëtar për karikimin e mjeteve elektrike. Një hap i madh drejt të ardhmes, një shërbim i ri publik i kompanisë sonë të shpërndarjes OSHE dhe një hap tjetër drejt bashkëpunimit me qytetarët shqiptar për të rritur cilësinë dhe për të rritur shpejtësinë përmes cilës Shqipëria shkon drejt objektivit madhor të sovranitetit energjetik, pa rënduar mbi qytetarët, po përkundrazi duke ju gjendur pranë si partner në këtë rrugë të përbashkët. Ndër të tjera, Rama foli edhe për projekt buxhetin e vitit 2026, ku në fokus të qeverisë do të jetë rritja e pensioneve dhe pagës minimale.